E kupton që je në ajër komplet. E kupton që të ka hyrë deliri i madhështisë se të duket vetja sikur kush je. E kupton që për nivel megalomanie je më lart se Enver Hoxha, se dëgjova 1 orë që fole sot, o kryeministër. 1 orë më. Dhe mu duk sikur dëgjova Enver Hoxhën të rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë, se kundër teje është mbledhur ky koalicioni madh botror, është mbledhur Gjermania, SBA-ja, Anglia, Italia, Franca, Greqia, CNN-i, BBC-ja, Facebook-u, Instagram-i, WhatsApp-i, jam mbledh të gjithë kundër teje për të rrëzuar ty. E kupton ça megalomania është kjo? E kupton që je komplet në delir? Je komplet jashtë realitetit? Dhe ky është treguesi më i qartë i fundit tënd, mos e ka filluar duke vetë si Enver Hoxha. Se ati duke vetja sikur po punon të gjithë forcat botërore kundër tij, se ai ishte i vetmi që mund ta shpëtonte këtë vend. Dhe s'kishte mundësi se si vendi të çohej kundër tij, duhet ishin patjetër këto forcat botërore. Dhe ti je sot si ai. Ky është treguesi më i qartë që ti të ka ardhur fundi, sepse je shkëput nga populli, nuk e kupton. O zotri, ata që dalin në protestë nuk dalin se shohin CNN-in, as BBC-n. S'ka nevojë më se mjafton 1 ditë në Shqipërinë tënde të prodhon energjinë e mjaftueshme për të nxjerrë në protestë në mbasdite. 1 ditë në Shqipërinë tënde. Në padrejtësinë e Shqipërisë tënde. 1 ditë më. Ata dalin aty se kanë hallet e tyre, po ti si shef fare. Madje i përmend me përçmim, thua janë dhe këta zarat e opozitës. Ata që dalin aty janë zarat e opozitës, nuk e shikon, nuk e kupton. Je larg, nuk e prek realitetin e njerëzve që ti duhet drejtosh më. O shok, ti je kryeministri i shqiptarëve. Pra duhet të dish realitetin e njerëzve të tu. Si modal ka ai se është zari i opozitës? O shok, ai del aty se s'ka ujë në shtëpi, për shkak të qeverisjes tënde nuk ka ujë në shtëpi. Ai tjetri del aty se s'ka shkollë për Kalamanin, nuk di ku ta çoj Kalamanin në shkollë, që mos mbetet gdhë gjithë jetën. Ai tjetri del se s'ka spital më ku të shërohet, nuk ka ku gjen shërim, se s'ka spitale. Ai tjetri del se i kanë rëmbyer pronën, ja kanë marrë në mes të ditës pronën. Ti dhe shpura jote, e kriminalëve e oligarkëve. Ai tjetri del se i kanë marrë shtëpinë. Ai tjetri del se bieton me 100 euro në muaj, bieton me 100 euro në muaj. Ai tjetri del se si përballon do të marrë një shtëpi, do bëj janë bër çift, kanë bë fëmijë, nuk marrin dot shtëpi. Ti se kupton fare kush janë ata që dalin, nuk e njeh popullin tënd fare. E kupton se sa larg popullit tënd je, e kupton pse duhet tikësh më. Duhet tikësh o shok, sepse ti e projekton vetë sigurie kjo bareqëndra e politikës botërore dhe tani ti e çelësi i ekuilibrit të konflikteve botërore politike, ideologjike. Se bota mendon që të sulmoj ty se nëpërmjet te do rrëzoj Trumpi, se ti nga ty mbahet Trumpi. Kupton ça deliri, ça megalomanie, ça. Nuk e lidhje me realitetin o shok. Nuk e lidhje më, nuk del njeri se dëgjon BBC-n, më ta thash edhe një herë. Po jo më del se s'ka ujë, o shok, o kryeministër, o që je ti je në hënë, o shok. Ti je në hënë, më nuk e di fare se kush është populli jot, më ça populli ke, më ti nuk e di më fare. Ty ka marrë koka erë, o shok. Ty duket vetë sikur çoç je më, që do merret gjithë bota, po merret me ty tani. Qa thua? Ore ata njerëz që ti shikon si shifra, si numra, si zara të opozitës, janë familje, o gdhë. Janë familje më. Janë familje më ka hallë ai që ka dalë aty. Ka hallë se për qef ai ri shikon botrorin në shok. Po ti s'do ta kuptosh të. Dhe e mban vetëm me gajret, kështu, krijon qetësi spirituale me këto shprehjet e tipit, jo, po i organizon elita botrore, elita perëndimore. Vetëm që të ndihesh në paqe me vete. Ore ka organizuar të gjithë të gjën, e ka organizuar një njeri vetëm. Quhet Edi Rama.
mjafton një ditë në Shqipërinë e Edi Ramës që në mbazitë të shkosh në protestë. Kuptoj këtë. Prandaj njerëzit duan që ti kështim. Ti, se ti je burimi të keqes të gjithë problemeve që ai ka në shtëpinë e vet. Prandaj sot do kesh 300.000 veta në shesh. Shife. Iko shok, jep dorëheqje. Jepo se si e për këtë punë, mbaroj këtë muhabet, Iku, si e për këtë punë, mbaroj. Nuk e kupton fare, nuk je shkëputur nga populli, nuk e shikon popullin si gur shau që i përdor dikush, domethënë që lëviz njëri nga lart. Populli jot. Nuk e di. Si vazhdon të jesh kryeminist, si vazhdon të rish? Nuk e di. Jep të dorëheqjen nga çfarë veshët.